Abonent të dashur të ardhë moshën me mbrëma dhe mirë së po takohemi me pamje nga palestra me Zairisma në Raovec. Kujtojmë që ka vite, ama ka shumë muaj që nuk kemi pa një ndeshje basketbollit në Superligën e basketbollit në këtë palestra, ndaj një kënaqësi e veçantë. Kthehemi prapë në Raovec dhe në palestrën me Zairisma që është vërtet moderne dhe që ka edhe një kapacitet më të madh të shikuesëm për dallim me palestra tjera. Sidoqë të jetë, jemi në xhiron e tretë të progredit Superligës dhe do t'jemi së bashku me takimin mes Raovecit dhe Sigal Prishtinës. Kujtojmë që Prishtina në dy ndeshjet e para ka 2 fitore, ndërsa Raoveci përpos që fitojnë ndaj Borës në Prishtinë poshtë në fund në ndeshjen e dytë poshtë nga Bashkimi dhe ka 1 fitore dhe 1 humbje. Kujtojmë që më herët u zhvillua dhe ndeshja mes PES dhe Borës, e cila ishte afër në rezultat, andaj u zhvillua në Mitrovic shkaku i mungesës së palestrës në Pej që është ende zënë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Bora njashtu që kishte ndeshjen si vendase u desh të luaj në Mitrovic, po ashtu edhe Pallati i Rinis, njashtu edhe palestra 1 tetore që janë të zëna, andaj Peja fitoi me rezultatin 94-96. Do të jetë ndeshje shumë interesante duke marrë parasysh edhe kvalitetin që kanë këto dy skuadra. Shohim edhe rosterin e skuadrës së Raovecit: Ernest Ross, Kantrapullion, Eliot Peci, Albin Berisha, Filbert Wikis, Fisnik Rugova, Isaiah Jumipeg, Hadis Durguti, Isari Jupi, Kujtemo Ikane, Jamario Jones dhe Bard Rexha. Për të parë tashmë edhe rosterin e skuadrës së Sigal Prishtinës, e cila do të jetë me Andreo Bailey, Ariana Zeme, Deandre Burns, Valmir Kakruki, Diona Gjosaj, Daniel Lekdreaj, Mohamed Ali Andjeva, Len Batri, Miles Lyla, Kelby Kramer, Bardi Strefi dhe Ton Poloshka. Për paruar përmendim tash edhe peshet startuese, për fillimisht do flasim edhe për treshën e gjystarëve që Sfir Taçi, Maloku dhe Skënderi, ndërsa peshet për pritur tashmë edhe grafikisht ndihmën e regjisë për të parë peshet që për Raovecin do të jetë një peshe me Pullion, Wikis, Rugova, Jumipeg dhe Bard Rexha. Shohim edhe grafikisht emrat dhe fotografitë e lojtarëve, ndërsa në anën tjetër të skuadra Sigal Prishtinës do të jetë një peshe me Bailey, Azemi, Burns, Lekdreaj dhe Kelby Kramer. Një punë mirë deri tash, paraqitje të mira të Prishtinës në Super League, por njashtu edhe në NPL, një kompeticion evropian që me pjesë skuadra Sigal Prishtinës. Prishtina që ka vërtet edhe në bank lojtar mjaft kvalitativ, siç është Tom Poloshka, Diona Gjosaj, Kakruki e Janjeva, ndërsa lojtar tuaj që është Atri në bank. Prishtina për momentin që do të jenë nga skuadrat e vetme, po thuaj se që ka vetëm 4 lojtar të huaj në skuadrë. Bëhet fjalë për Bailin, Burns, Kramer dhe Atrin. Gjithë rosterin tjetër që e përmbajnë lojtarët vendor, duke nisur me Azemin, Lekdreajin, Kakrukin, Gjosaj, Janjevën, Sylen, Istrefin dhe Poloshkën. Dhe s'ka gari për të nisur, presin vetëm 2 peshet në parket. Flasim pak edhe për ndeshjen e kaluar të xhirës së dytë, kur u ndesh Bashkimi dhe Raoveci. Ishte një ndeshje shumë e afërt në rezultat, por në fund Bashkimi fitoi me rezultatin 82-74. Një punë e hatashme e bërë deri tash nga Bujar Loci, kryetrajneri i Raoveci 0-29, sidomos në xhirën e parë ku tregoi edhe një përballje bindëse, një fitore bindëse ndaj Borës, por po ashtu edhe ishte mjaft e përafërt dhe mjaft kompetitive edhe ndeshja mes Bashkimit dhe Raovecit. Për të parë tashmë duelin do të jetë në xhambull me shumë gjaz, Wikis dhe Kramer. Në plan të parë shohim edhe Burns. Nuk do nis sa Raoveci me Jamario Jones, një ish lojtar i NBA. Kujtojmë që ka 8 paraqitje në NBA me Los Angeles Lakers në sezonin 2018-2019 dhe në sezonin 2021-2022. Shumicën e karrierës ka qenë pjesë e G-Ligës. Njashtu së fundmi ka qenë pjesë edhe në basketbollin meksikan. Edhe pritet të jetë një kvalitet tej masi i shtuar për klubin e Raovecit, dhe që mund të jetë një kvalitet që mund vi nga banka edhe mund të ndihmojë edhe skuadrën që të luftoj ndaj ekipit të Sigal Prishtinës. Duhet shtyhen banka apo ulset e bankës e Raovecit, se nuk janë të vendosura brenda rregullave. Andaj
Krisën Tasha dhe Gjambollin. Që çka duket jetë në rregull. Wikis dhe Kramer, topi do tjetë me Prishtinë. Burns. Bailey, dalë në gjysmë distancë, Bailey shënon. Vin pikët e para të Sigal Prishtinës në gjuajtje saktë Bailey. Tajzea ju me pegë. Shtetari Pejës dhe bashkimit ju me pegë, zjertome për Festrugovën. Rugova janë treshë tashmë në valore që nuk shkon për Pullian. Që është një nga më dalluarit në duelin ndaj Borës. Bashku me Jumipeg dhe Wikis. Ishën ata faktorët e triumfit të skuadrës së Rahovecit 0-29. Në topi humbur. Shojmë edhe angazhimin e Bardregjës për të rikuperuar posedimin. Ekipi Vendas. Jumipeg. Pullian. Edhe Regja provon të filmoj vend, zjertomin për Pullian, janë pasim për Wikis, luajnë për një me Kramer. Përcjellën Wikis në gjysmë distancë, mbi Kramer gjuajtja nuk shkon, Festrogova ban për para ekipin e Rahovecit. Pullian. Provon të filmoj vet, Pullian në mesën e dy kundërshtarëve për kod nga Kramer. Arrin ta shpëtoj topin Kramer, kundërshtaria e Sigal Prishtinës. Azemi pa markuar për 3, fort gjuajtja nuk ka pik, Lengdreaj lufton me reboundin e Stone, dueli me Regja, në fundi kaluaj për Lengdreaj. Tjetër luft e fituar nga kapiteni i klubit e Rahovecit Valv Regja. Shojmë njerë nga përsëritja duelin për top mes Regjës dhe Lengdreaj. Pullian për Wikis. Pullian. Një sekund, duhet gjua jo i vëmenshëm Pullian me kohën e mbetur. Regja në presion të kohës nuk gjenë saktësinë në gjuajtje. Një patate nëzit në duart e Bardregjës. Jalla njerë blokada masive e Kramer. Burns. Burns për Azemin. Ranja për një me Jumipeg. Nga Bailey. Lëviz mirë me këm Bailey. Stëllua për para. Përdor tabelën për shënuar pika 4 dhe Bailey. Gjitha pikët e Mustafjerevi ka shënuar aj. Ende për gjitha pikët e para. Rahovecit kupeluhet minuti 30 që rigët e parë. Jumipeg. Pasimi për Wikis. Gamaja qecit për 2. Wikis. Nuk shënon. Pa shkaputin e Burns për parë reboundin. Në zbritja e Prishtinës, Arjan Azemi, zitën në gjuajtja, Azemi, cjerë topin jashtë, Burns, për Lengdreaj, pa markuar për 3, Daniel Lengdreaj, jo, nuk ka treshe nga kapiteni i Prishtinës. Pullian. Ndërhyrje. Mbrojtje duhet të ka qenë një rregullt nga Burns në Jumipeg. Shohim se ka qenë momentën e gjuajtjes duket që po, andaj do t'jenë 2 lira për Jumipeg duket qartë që në dorë është goditur Jumipeg nga Burns. Vazhdojnë 2 trajnerët, ti besojnë peshe së njejt edhe Loci edhe Kakjuzis. Ende bërparë zëmëcimet e para, shënon në gjuajtën e parë të lira e zeja Jumipeg. Jumipeg i sakta në të dytë. Burns. Bailey, ranja për një me Rugova. Përcjellën Bailey, për në prerin Lengdreaj, ako faul në Bailey, duket që po. Të tira do t'jenë tashme për Adrio Bailey, cili ka 4 pik, 2 eri sang në 2 tentime në gjuajtjet për 2 pik, në efikasitet shumë i lartë. Ka ankesa nga Rugova, nuk pajtohet për thirin e dhëm, apo thirin e bën nga gjyqtarët, ka ndëshkuar me personale. Gjyqtari Thaçi që
Afrohet te tavolina zyrtare. Duhet që në rregull për të nisur të gjuarkën e lirë. Adrian Bailey. Qëllon me gjuarkën e parë të lirë. Ju lutem, e kush e ka pasjerin këtu, duhet me e koncentrohet loja krej. Ju lutem hiqet. Qëllon dyat Bailey, 6 pikaj. Në ky posedime e bërësia Prishtinës, janë mbrojtja në Rexha dhe Jumi Pig. Pasimi për para për të sërgohen, provan të shtaj venje, pasim për Wikis, nuk arin ta kontrolloj. Amerikani i Ravecit, ja Burns, kundër zbritja, Bailey! I këtobi nga duart, topi humbër për Sigal Prishtinën. Pullian. Rexha, provan për 3, bardh Rexha! Kaj duhe i Ravecit. Në vënd shkon një gjuajtje. Brenda nga loja në parket për Ravecit. Burns. Në kapit Azemi, Burns më duhet shkoj veç. Burns me një prajpa, një gjuajtje shumë e vështirë, nuk ka pik. Rexha me rebound në mbrojtje. Jumi Pig. Jumi Pig dalet për 3. Topi hyrë dhe dole Bailey, rrugova ka luaj deri fundit, posedimi do tjetë me ekipin Mysafir. Qojnë në plan të para dhe Bujar Locin. Eshtë trajnerën e PES dhe Prishtinës dikur. Endims e trajnerën e kombëtarën e Kosovës në basketball për shumë vite tashmë. Burns. Pak që arëmbej Tobin Pullian. Kramer e vijen në ndi. Burns, vazhdon Gjekon. Burns përdor tabele për të shënuar. DeAndre Burns, pikët e para. Jumi Pig. Zemin e ka pran. Jumi Pig. Ja Bailey për pak të avjell topin. Ja Rugova është i lirë. Matet, provon treshën. Fest Rugova. Jo për të shënuar Lekndreaj me tjetër rebound. Pasimi për para për Arjan Azemin. Jane pasimi mirë i Azemit për Lekndreaj. Lekndreaj për Bailey. Azemi pa markuar për 3. Topi hyrë dhe doli. Krem është shtynë topin sak. Azemi, Burns. Matet, provon treshën Burns. Shanon! DeAndre Burns. 5 pik me radhë shënuara nga Burns. 5-11 rezultati gjatë për para Sigal Prishtina dhe vija dhe time-out i par i thirrur nga skuadra e Ravecit 0-29. Dhe kërkon të ketë afër lojtarët e tij kryet trajneri Bujar Loci. Pas time-out dhe të tyrën nga Loci, Jones në parket. Jemeri Jones për herë të parë.
Për shëllëzimin cili pari Ravecit, është tullër Pullion. Jomi Peg. Regja. Jenë ndim Rugova, Regja për Jomi Peg, 8 sekonda, Jomi Peg stërman vetë. Jomi Peg në gjysë distancë, në gjuajt e shumë e vështirë shënon. Se Jomi Peg. Përën që për të. Kjo është pika 4. Një treshe e bardhë Regjës të janë kontribuesit e vetëm deri tash në rezultat për Ravecin. Arjan Azemi. Se që janë vetëm dy lojtarë të Prishtina, Burns dhe Bailey. Tremor, Burns. Burns në mesën e dy kundërshtarëve që në hapësirën për të vërtuar e vërshënuar DeAndre Burns. Pika 7 e ti. 7 të fundit e Prishtinës e ka shënuar pikërisht Burns. Rugova. Dojnë e përnë me Pelin, lirohet mjaft mirë Wikis, është i rirë Bardh Reza, për avant tjetër treshe Bardh Reza. Edhe kjo shkon brenda. 2 treshe nga kapiteni Reza. Pa foul, Jones më do të largoj. Andri me kohë duke që jo. Nëse dimi të i takoj skuadrës së Sigal Prishtinës. Ja, njerë treshe a Rejës të banua Kramer për mbyllë hapësirën për kapitenin e Ravecit. Burns. Rohet Azemi. Burns për Bailey. Bailey najle për 2. Bailey ka foul. Dhe tjenë të gjuajt e tjera. Dhe në tjetër personale nga Fisë Rugove. Dhe tjetër dyta. Vazhdan tjedi paga bueshëm Bailey nga të lirat. 7 pike dhe për të. Aksa ka dhe Burns. 3-3. Kastet i paga bueshëm nga kjo pjesë e lojës. Dytën nga banë Lengdrejaj me riba unë sojnë është pauluar Lengdrejaj. Box out kjo i mirë. Skuadra e Ravecit më saksisht e Jamaria Jones e pomë që sik Lengdrejaj për të marri boundin e sol. Hapet Lengdrejaj, pasin është për të Lengdrejaj. A i këtobi nga duan Lengdrejaj në fund shkafton e foul. Tobi umbën nga Daniel Lengdrejaj në përplasin e fund me Bardh Rejën. Jomi Peg. Cile të aprua në rezultate në tej skuadra e Ravecit. Jones. Wikis. Wikis me një prova, provon për 2. Wikis, Tobi Yri dhe doli. Reboundin e ka në sul Fest Rugova. Rugova një shot. Ka foul të Bailey duke në Fest Rugova. Mundësia për shtjetarën e Sigal Prishtinës që të gjej edhe pikat e para. Ka 2 reboundin e sul Fest Rugova. Stak në gjuajtën e parë Rugova. Gabonas në të dytën. Burns i dy fishuar. Arin tik mjaft mirë. Pasime për para për Lengdrejaj. Që të sënë gjithë shka Lengdrejaj për tyre tomin prova për Burns. DeAndre Burns. Rëbimit janë bukra, Burns, lirohet, Burns dhe tomin për Bailey. Bailey mashtron një kundërshtar, kjo i fundit këtë tomin për
Burns e provon për 3 pa markuar, nuk shënon, nuk mirën vesh tek Dreja dhe Kramer. Azemi në fund shpëton topin, në fund Kramer u mbet. Jamaria Jones, Isaiah Jumi pik për 3. Eversia e parë Ravecit. Jumi pik. 15-14, një për para. Vendasit. Arian Azemi. Azemi provon shkoj vet, Azemi gjen korridorin, deportimi blokohet nga Mark Reza. Reza pretendon që ka pasur prekje në fund nga Azemi. Ka ankesa edhe nga Festrugova. Çon sa do marrë një challenge për Arloci. Vjen për ta parë tashmë dyshja e gjystarëve Maloku dhe Thaçi. Duke lutur tashmë edhe Regjin që ndihmojnë dyshën e gjystarëve për të parë nga afër duelin e fundit mes Rexhës dhe Arian Azemit. Bindën në gjystarën nga përsëritja që topi do t'i takoj Ravecit dhe ashtu është. Ka qenë një prekje fundit nga Arian Azemi. Kankliuzis vazhdon mbaj passion e njëjtë. Po luhet edhe minuti 8 që rregut të parë. Momentum, rritëm i lojësi me skuadrën vendase. Rexha për Festrugovan. Rugova një pasim për Wikis. Wikis për Jones. Jones përdor tabelën. Për shënuar Jamaria Jones. Pikët e para. Arian Azemi. Azemi. Ja Burns. Ja Vizmin. Tjertobjen për Bailey. Bailey provon për 3 për para zuar e bën. Çfarë loje nga Bailey. Pika 10 e ti, treshja parë, 3 për 3. Nga gjuajtën nga loja në parket për Bailey. Gjithçka barabar në 17. Ja Wikis dueli me Kramer. Jumi Pik, provon për 3 mbi Kramer. I shkurtër, Lengdreaj dhe Wikis kanë luajtur. Apo kanë qenë dueli me sëre ty basketbollistët dhe duke që fundit ka prekur topin Wikis, ja 40 vendësime. Ka Kruki. Dhe Atri që do inkuadrojnë është ullur Kramer dhe Burns. Vetëm e një lojtar të huaj. Ja, gjuajtja e mashme, treshje, Isaiah Jumi Pik që ishte shumë e bukur. Dhe kja fundin nga Bailey. Shojmë lëvizën e mirë të Baileyt. Nuk mirët vesh me ka Kruki, dhe tjerë një top i humbër. Jumi Pik. Jones. Asili për Wikis, dueli me ka Krukin. Duel forca, shojmë, Wikis. Ka kanë gjakë pa në foul në Wikis, duke që personale do tjetë, apo do gjykohet për Bailey. Qarë që Bailey ka pasur kontakt në dorën e Wikis, e shojmë në parket edhe Visare Jupi në Mohamed Ali Anieva në vend të Baileyt. Vetëm Atri tashmë lojtari juaj në peshën e Prishtinës. Janë pasim për Rugovan. Rugova lëviz mirë, Rugova është fauluar. E personale nga ka Kruki, cili pretendon fillimisht që ka marrë një bryll nga Rugova në duel. Si për Fis Rugovan që ktheja përsin për ekipin e Ravecit. Dhe më ere provoj të gjuajt e dira që i gjuaj shënoj Rugova. Sak në të paren kësaj radhe. Dhe për 3 nga të lira të Rugova. Qëllandy Atisi. 19-17, 2 për para. Raveci. Atri. Pasin për Lengdreja, eziton në gjuajtje
Drejaj për Janjevën. Shojmë depërtimin e Janjevës, një pasim shumë i mirë për Kakruki në mesin e 2 kundër 2 shënon. Valmir Kakruki. Pikët e para edhe për Valmirin. Të barazuar rezultatin në 19. Jomi Peg. Projtja mire Kakrukit, Azeme për pak të avijë topit. Janë lëvizja mire, Wikis, një personale e Mamed Ali Janjevës. Si rotullohet. Taban e gjojnë në partë të dirë. Wikis mbeten në 19 i barabartë rezultati. Ka 2 asiste Wikis. As në pike shënuar nga pare që të shënumin nga Bardrejgja me 2 kreshe e 2 reboundet. Gjojnë pikën e parë Wikis. 38 sekonda lojnë e qeregun e parë. A3, koridori kreti lirë, Zek Tobin perfekt për Kakruki nga vërsia, blokon nga Fistrugova. Kundër zbritje është e vendasve. Ja pasimi për Visar Ejupin, dueli me Janjevën, Ejupi shënon. 22-19. 3 për para Raveci, A3. A3. Ricet prapa për 3, A3 për barazuar jo, Azemi me rebound në stojnë, Azemi përdor tabelën, për të shënuar Arjan Azemi. Pikët e para, rebound i dytë ofensiv nga Azemi, mbyllë 22-21. Qeregu i parë në favor të vendasve, ku më dalluarit e vendesit mund të theme që ishin Jumi Pik me 7 pikë, Gjart Bardrejgja e 4, Fistrugova në anën tjetër, Tesigal Prishtina, 2 të huajt, Bailey dhe Burns, që kontribuan pothuajse më shumë se 80% të pikëve, 10 pikë nga Bailey, 7 nga Burns. Temim ne pauzë të shkurtër publicitare për të kthyer prap në vazhdimin e qerikut të dytë, apo me komentimin e qerikut të dytë. Ajden qa, kom vendosur me ndru tekstin kongës. Kusht ka thonë ty m'bank me shku, ka gabu, hape logarin ti këtu, ngam ti vu. Hape llogarin në bankën ProCredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O ish breski nevoj për këtë punë bankë me shku? Ngam ti vu. Banka ProCredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Pak qasë e blitet të dojë dhe qeregu i dytë. Raveci dhe Sigal Prishtinës 22-21. Qeregu i parë në favor të vendasve. Shojmë edhe numrat dhe statistikat. Më e mirë në gjuajtje sa i vërket përqindjes skuadra Prishtinës. Se në gjuajtje për 2 pikë, por më e mirë është në gjuajtje për 3 pikë skuadra Ravecit. Jones. Ale pasen për Ejupin. Jumi Peg. Lëvizja mire Jumi Peg. Të gëshuar Jumi Peg. Shërben për Ejupin. Ejupin dalet për 3. Nuk shënon për Wikis me rebound në stoj. Nuk bëjmë box-out dhe si s'duhet. Janjeva e Kakruki. Shëzën këtë mundësi. Wikis për të shënuar pikën e 3 tashmë. Janjeva. A3. Rojt Burns. Burns në gjysë diston. Gjuajtja shënon DeAndre Burns. Pikën e 9.
Ejupi, për Rugovan. Jumi Peg. Gjuajtë Jumi Peg, nuk shana Rugova. I fundit kaluaj të Rugova. Posedimi të vazhdoj tjetë me Prishtinën. Shumë apo janë locin e plan të parë. Atri. Këndohet Ejupi. Atri shkon vetë koridore krejtinir. Ka foul të Jones. Çan Atri në gjuajtën e parë. Sakta në të dytën. Malja vërësia si gajtë Prishtinës 24-25. Jumi Peg për Rugovan. Rugova nëse në dy kundërshtarëve, pasimi është për Jones. Wikis një për një me ka Krukin. Qëllën Wikis me fort. Një mbrojtja shumë e mire ka Krukit. Në fund të ka të vluar topin aj. Ja, një top i vjedhur. Nga Atri, pasimi për para për Azemin. Azemi për Burns. Burns për ka Krukin. Një tjetër top i dhenë. I gabuan nga Burns këndër zbritja është Jumi Peg. Jumi Peg loj me këmbë. Nga Atri ndalë një tranzicion i shpejt i Raovecit. Nga Atri. Jones do largohet Pullian në vendin e tij. Ejupi. Pasimi për Jumi Peg. Pilotar pran Jumi Peg, Ejupi, lirohet. Ja, Wikis është i lirë, në fund e umbet kontrolën e topit. Topi shka me fat për Ejupi, përdor tabela për qënuar, Visar Ejupi. Pika 4 të ti. Burns. Dëvërtim. Pasimi për Jani Evan, i cili është i pamarkuar për 3. Muk Jani Evan. Zede Gjosh 28. Jumi Peg. Rugova, provon për 3. Test Rugova, shëto. I përqizet Janjevës. Bët gati, do Paloshka për të inkuadruar. Azemi. Vizmir Azemi. Në dëvërtimin Azemi. Tanjer Janjeva nga anë. Provon trezhe një kësaj rade. Lufta mes Wikis dhe ka Krugit kështë marri bandin e ka qendra e Raovecit. Tja kundër zbritja e Jumi Peg. Pasimin e thellësi për Rugovën. Dueli mes Rugovës dhe Janjevës. Rugova faul është në sulm. Është goditën me pril në fytyr. Personalja tret e fes Rugovës. Largohet tashmë Rugova. Bagregja do inkuadrohet në vendin e tij. Duke që në aksionin tjetër duhet apo në ndërprirjen e radhës do të kryhet zëvendësimi. Po vinë gjyqtarët, dyshja gjyqtarëve. Tha që dhe Skënderi për ta parë njerë duelin e fundit mes Rugovës dhe Janjevës.
E varëprit dashma vendimin e gjyqtarëve. Është dhënë vetëm faul i rëndomt. Apo gjykuar në Rrugovën, por do këtë personale tretë për FIS Rrugovën. Shohim tashmë impaktin e Dom Polloshkës në parket e Sigal Prishtina. Cila disi po vuan të kryej edhe disa apo të organizoj mirë aksionet. E pikërisht Polloshka është adekuat për këto punë. A3. Njeva për Kakrukin. Në mesin e dy kundërshtarëve, me kodhval me Kakruki. Super mbrojtje nga Wikis. Pullian. Ejupi. Në pasim për Wikis, me forcë Wikis. Mbi Kakruki nuk shënon. E në fund Dom Polloshka që merr reboundin. Ja kundërzbritja e Prishtinës. Burns. Roman shkoj vetë, Burns dale në gjysmë distancë. Burns top hyrë dhe dole, nuk ka pikë për Prishtinën. Reza me rebound. Jomi Peg. Kanë gjatë. Po dhe është devijuar. Kakruki të largohet. Gjana Gjosaj në vendin e ti. Jomi Peg. Jomi Peg, Wikis provan e gjuajt e të vështirë, nuk shënon në dy mendje, por ja, jo, Iva menshëm Janjeva, shumë se si arën ben topin nga prapa, Wikis, vendon Janjeva të jetë goditër në fytyrë. Shumë topin e marrë fillimisht nga Janjeva, në pas. Wikis arën ben, janë time out tashmë i marrë nga kryetrajneri Kaki Juzis. 29-28 pas time outit, posedimin do t'jetë me Raovecin në mundësi për vendasit që të zerojnë në më të e përsi. A 14 sekonda tashmë në aksionin e Raovecit. Pullian. Në pasin për Wikis. Wikis, në parë Dregja. Pullian. Në pasin për Jomi Peg. Jomi Peg me një prova për 3. Nuk shënon. Burns. Shkajvet Burns. Burns. Mesën e dy kundërshtarëve, nuk ka ping nga Burns. Këtë zbritja është e Pullian dhe Raovecit. Për një me Agjosaj për cilëm Pullian. Dalet për 3, Pullian nuk shënon. Në fund Dohtri që me reboundin. Dom Polloshka. Janjeva provon me njerë për 3 Muki Janjeva, 3-shja dytë. Në 31. Pasim për Wikis në mesin e dy kundërshtarëve. Wikis to janë hapa, do t'jeni top i humbur i Raovecit.
Beja Loci është qetësuar. Ja, dhe njerë treshja e Muhamed Ali Anjevës. Jo të vëmenshëm në atë situatë, lojtarët e Raovecit në mbrojtje. Poloshka. Poloshka për A3, Hagjosaj. Tentomin praba për Poloshkan. Hagjosaj mundohet të vjen në ndim. Ja, A3 provan për 3, A3 nuk shënon. Regja, shon kush kaluaj tër fundit, kaluaj tër bardh Regja. Si pas distarëve gjithmonë. Shumë sa do marrë një challenge. Apo jo, ndruar vendimi tashmë. Posedimi do i takoj skuadrës së Raovecit. Duhet që nga dora Regjës është larguar topi. Adja dhe Regja pretendon për një faul e jo që posedimi t'i takoj Raovecit. Së tjetë 29-31. Jumi Pig. Ndonet për 3. Jumi Pig! Sa e bukur treshja! Treshja e dytë Jumi Pig. Pika 10. Poloshka. Burns për Poloshkën. Hagjosaj mundohet ta ndihmoj. Shohim. Hagjosaj bën prerja për Poloshka, luan me Janjevën. Tjetër treshje nga Muki Janjeva e treta. Asisti nga Poloshka. Shohim që Bërdonin. Kjo është asisti dytë, ku ka dhe një rebound. Ja Jones. Pasimi për Pullion, shumë i mirë. Pullion për 3. Nuk shënon, Janjeva me rebound. A3 për Poloshkën, Jones. E topin ka dalur jashtë. Nuk do të ketë derë këtë gjuajtje e Don Poloshkës. Bardh Regja që ullet të rrezikon me 3 personale. Tashmë Fisrugova. Ka ndalë lojë me një time out. Tashmë krye trajneri Kakiuzis. Për efektin e time-outit të Kakiuzis për Sigal Bishtinën. Poloshka për A3. A3. Vizmir A3, driblimet janë bukura. A3 gjuajtja nuk shkon. Jones dhe Rugova. Reboundin e ka Fistrugova. Pullion. Pullion. Zertomin për Albin Berishën që bravon për 3 airball gjuajtja Berishën. Në vend Jones dhe rebound e sëll. Është fauluar Jones. Ka bën Jones në gjuajtjen e parë të lirë. Saktë të dytën Jones, 33-34 për Jones. Kjo është pika 3, ku ka 2 rebound dhe 2 asiste. Don Poloshka. Pa pran Pullion, Poloshka. Rotollohet për shmangër Pullionin, Poloshka.
Ka lëvizje Haxhosaj, Paloshka provon shkoj vet. Çfarë pasimi i bukur për Haxhosaj në fund ka faul. I jashtëzakonshëm Don Paloshka, e pa më edhe njerë se si gjen korridorin e pasimit për gjetur për Haxhosajn në thellësi. Por Dioni që nga vërsia provoj gjuajtjen për këtë pasër faul duket në momentin e gjuajtjes. Ja shohim edhe njerë Paloshka. E pasim fenomenal në thellësit e Haxhosajt, ku do të ketë dy gjuajtje të tjera. Qavan Haxhosaj në të pare. Nuk të mbranda e dyta për Haxhosaj. Jomipeg. Kale pasim për Berishën. Pullian, Berisha. Shkeller vjen tapionin nga Alvin Berisha. Peci në vendin e Pullian. Është pyet edhe Jomipeg. A3. Për Burns. Haxhosaj, Kramer dhe Paloshka. Burns. Është i lirë Doni, nuk luan me të Burns. Vonohet. Për cilën Burns. Tejet egoist në këtë aksion. Burns në fund nuk shënon. Jones, kundër zbritjes të Ravecit. Për cilën edhe Jomipeg. Peci për Rugoven. Gjemeri Jones. Ne përnjë me Kramer, Gjemeri Jones lëviz mirë me këm, lëvizja mashtruese Jones. Nga vërsia nuk shënon. Haxhosaj në luft për të marrë reboundin Prishtina. A3. Luan me Burns, i cili ishte i hapër. A3 vazhdon baj topin. A3 për Paloshkën. 10 sekonda, ja. Lirohet A3 për rezultat në gjuajtja. Burns dale në gjysmë distancë. Burns shënon kësaj rade. 33-37. Lirohet në 4 revërsia si gajt Prishtinës. Jomipeg. Jones për Wikis. Ne përne me Kramer. Wikis për Rugoven. Rugoven është fauluan nga Haxhosaj. Kishën faul për dhenë letarit e Prishtinës. Kështë vetëm faul i 3 të ekipor dhe i pari Haxhosajt. Dhe largohet Burns në vendin e tij Arjan Azemi. Wikis. Në pasim për Rugoven, në top i vjedhur nga Haxhosaj. A3 për Paloshkën. Paloshka vënohet. Fundendos tuaj me Azemin, Kramer që të vjen pasimin. Arjan Azemi. Azemi, Ravan shkoj vend, zjerë tomi për Paloshka, Paloshka për 3, tomi yri dhe doli. Në fund Peci dhe A3 që kanë qenë në duel se kusht marrë tomi, ja shojmë reagimin e Kakiuzis. Tash në vendimin final gjyqtarët. Pas vendimin dhe tjenë në Sigaj Prishtina. E shoj edhe reagimin e Kakiuzis, por nuk pajtonë tifozët në Zairisma. Paloshka. Peci pranë ti. Paloshka shkon vetë, është fauluar Paloshka. Fauli 4 të ekipor i skuadrës së Ravecit. Nuk kanë më faule për dhënë, kanë bjetër 25 sekonda për tuaj se lojë në pjesën e parë. Paloshka ende përgjedhë pikët e para, por që ka 3 asiste doni, 1 rebound për 6 minuta loj për thuajse. Paloshka. Ja lëviz mirë Paloshka, janë edhe jo, po çfarë asisti bukur. I jashtëzakonshëm Don Paloshka. Asisti 4 i tij. Sa mirë e gjen Krameri në thellësi. Madje pasimi ishte
Që sakta që ishte shumë e lehtë për Kramer që të përplaste topin e kosh. Rugova në përnjë me Gjosaj. Wikis ndalet për 2. Wikis nuk shënon. Një reboundi Atrit. 12 sekunda, gjitha do t'jenë në Sigaj Prishtinën. Arjan Azemi. Atri, kërkan Tomi Polloshka për vazhdon të ambaj Atri, duke që do e mbyll vetë edhe këtë pjesë të parë. Atri, driblimet janë nga ajo, Atri ndale me një floater. 33-41. Atri që mbyll pjesën e parë me 4 pikë. Por më dalluarit më theme që ishim Burns dhe Bailey, 11 pikë Burns, 10 Bailey, 4 Atri, 9 Djanjeva, por Polloshka me 4 asiste. E një rebound në anën tjetër të Raveci, Jumi pikë me 10 pikë. 7 pati Rugova, 6 edhe Bardrexha. Një pjesë e parë mjaft interesante, do shkëputemi me një pauzë prej 15 minuta, mos të largoni, na pret një pjesë interesante mes Raveci 0-29 dhe Sigaj Prishtinës.